Asnjë hapësirë publike në plazhin e Velipojës nuk do të cënohet nga operatorët privat. Ky ka qenë mesazhi dhe nga drejtori i Policisë Bashkiake, Sajmir Rusemi, në nisjet e aksionit ndërmarrë nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë e Shtetit. Policia Bashkiake, në bashkëpunim me strukturat përkatëse të bashkisë, ka konstatuar gjatë këtyre ditëve shkelje të kontratave dhe në disa raste uzurpim të hapësirave të përcaktuara për plazhe publike. Sot, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, kemi filluar një aksion të vendosur për lirimin e të gjithë vijës bregdetare nga çdo shezllon, çadër apo objekt tjetër provizor i cili është vendosur aty pa lejen përkatëse. Në përgjithësi kemi gjetur mirëkuptimin e gjithë edhe të qytetarëve edhe të subjekteve operator të plazhit të Velipojës. Aksioni nisur do të vijojë për disa ditë me radhë, ndërkohë që Rostemi ka bërë një apel për qytetarët që denoncojnë çdo rast abuzimi. Unë ju bëj thirrje të gjithë operatorëve që operojnë në plazhin e Velipojës, operatorëve privat, që të zbatojnë ligjin. Ne do ju vim përballë çdo nevoje që ju keni. Por ama nuk do të tolerojmë asnjë shkelje të plazheve publike, të hapësirave të përcaktuara si publike. Ju bëj thirrje të qytetarëve të denoncojnë çdo rast, e theksoj çdo rast që do të kenë pengesë për të shfrytzuar plazhet e përcaktuara publike. Në Bashkinë Shkodrës ngritur një task force interinstitucionale mes disa drejtorive me fokus mbarvajtjen e sezonit turistik, janë marrë masë për menaxhimin e hapësirave publike, hapësirë të gjelbra, zonës pedonale dhe për ofrim një shërbimi sa më cilësor për pushuesit në Velipojë.